Për këta studentë të Universitetit të New Yorkut në Tiranë, ky është momenti i kurorëzimit të një rrugtimi të gjatë nëpër labirinthet e dijes. Universiteti më i vjetër privat në Shqipëri u dorëzoi në një ceremoni tradicionale amerikane tashmë diplomat 120 studentëve të programeve Bachelor dhe Master. Përveç familjarëve dhe stafit akademik, të ftuar të veçantë në këtë ceremoni që organizohet për të 7 vit radhazi ishin dhe përfaqësues të partnerëve të këtij institucioni të arsimit të lartë. Universiteti Shtetëror i New Yorkut dhe Empire State College në Shtetet e Bashkuara, Instituti Kurt Bosch në Zvicër dhe nga Universiteti i Greenwichit në Britaninë e Madhe, me të cilët bashkëpunohet prej vitesh. Well, it's a very special collaboration between the two institutions. As far as I know, it's unique. Është një bashkëpunim shumë i frytshëm mes institucioneve tona. Në fakt, do të thoja se është unik si bashkëpunim, sepse u jep mundësi studentëve të përfitojnë si nga tradita shqiptare e mësimdhënies, ashtu edhe nga cilësia e lartë dhe rigoroziteti i sistemit amerikan të edukimit, pra nga shkëmbimi përvojës. Universiteti i New Yorkut, të cilin përfaqësoj, është një nga institucionet më të fuqishme në Shtetet e Bashkuara dhe veçanërisht Kolegji Empire State, si pjesë e tij dhe që unë drejtoj, ofron programe mësimore si në Amerikë ashtu edhe në vende të tjera të botës. Kemi 10 vjet tashmë që bashkëpunojmë dhe jemi shumë të kënaqur, sepse edhe studentët tanë janë të kënaqur. Po t'i takoni ata, do e kuptoni fare qartë se sa me vlerë është ky bashkëpunim. Gjatë kësaj dekade akademike, Universiteti i New Yorkut në Tiranë ka fituar statusin e një universiteti serioz dhe cilësor, duke ofruar një shkollim të standardeve amerikane në bashkëpunim edhe me partnerët e tij. I have to say that the University of New York in Tirana. Dua të theksoj gjithashtu se stafi i Universitetit të New Yorkut në Tiranë ka bërë një punë të shkëlqyer. Kanë standarde të larta dhe nuk lejojnë kompromentimin e tyre, duke i nxitur studentët të mësojnë sa më shumë. Në këtë mënyrë edhe për ne është më e lehtë puna me studentët, veçanërisht në aspektin e përdorimit të gjuhës angleze. Pra, mund të them pa frikë se ky është një model se si mund të bashkëpunosh nga pjesë të ndryshme të botës për një qëllim të përbashkët. Studentët e diplomuar nga Universiteti i New Yorkut në Tiranë janë sot më të kërkuarit në tregun e punës, ndërkohë që shumë prej tyre vazhdojnë studimet pas universitare në shkollat më prestigjioze perëndimore.